Derdhja e naftës bruto në rrjedhën e mbrojtur të lumit Vjos në zonën e Gorishtit ka shkaktuar ndjenja të thellë dhe reagime të menjëhershme nga shoqëria civile dhe aktivistët mjedisor. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale, ku duke qartë mbetje nafte dhe gjallësa të ngordhura, kanë tronditur opinionin publik dhe kanë sjellë në vëmendje krizën e thellë të përgjegjësisë institucionale në mbrojtjen e mjedisit. Në parkun kombëtar të Vjosës, nafta po derdhet pa kontroll në lumin e fundit të egër të Europës. Gjallësat po ngordhin ndërsa autoritetet heshtin. Ky nuk është thjesht një skandal mjedisor, është një krim ndaj natyrës shqiptare. Sipas të dhënave të para, ndotja ka ardhur nga Puset e Alpetrol në Gorisht, ndërsa në teren janë evidentuar përpjekje për pastim të pjesëshme të zonës së ndotur. Megjithatë, sazia e mbetjeve vajore dhe naftës së papërpunuar në pjesë të tjera të rrjedhës mbetet e pranishme, duke treguar se burimi i ndotjes nuk është ndërprerje e ndotja avion të jetë aktive. Shoqata Europiane për ruajtjen e lumejve ka cilësuar këtë si një nga skandalet më të rënda mjedisore të viteve të fundit. Aktivisti mjedisor Niko Dumani thekson se ky akt dëmton jo vetëm një prej lumejve më të rëndësishëm të Evropës, por edhe përpjekje ndërkombëtare për të përfshirë Vjosën në rrjetin e rezervave të biosferës të UNESCO-s. Jemi pikërisht duke verifikuar edhe faktin që është bërë publik nga specialistë huaj për shkarkimet e naftës së dekantuar nga puset e naftës që po shkarkohen direkt në lumin e Vjosës. Atëre, siç shikohet dhe siç kemi parë dhe herë të tjera, ka një ndotje të madhe dhe ky problem është problem ekologjik sepse krijon një shqetësim apo një ndotje të fuqishme të basenit të Vjosës, të lumit Vjosa që është shpallur park kombëtar kategorie 2. Përveç që kemi një papërgjegjshmëri nga institucionet, do shtoja që gjithë këto hidrokarbure të rënda që janë mbetje nga puset e naftës janë me impakt direkt në gjithë gjallësat e Vjosës, që nga studimet e kryera nga specialistë huaj dhe shqiptar janë identifikuar shumë lloje floristike, lloje të faunës, të florës, ka lloje me rëndësi endemike, ka dhe lloje që janë me rëndësi studimore ose shkencore. Pikërisht kjo punë e bërë prej shumë vitesh, sot tregon se nuk kemi asnjë masë që të veprojë për sa i përket mbrojtjes basenit të Vjosës, që është kategorie 2, po përkundrazi. Studiosit të huaj kanë bërë dhe një hartëzim të gjithë pikave të presionit mbi basenin e Vjosës. Dhe një nga çështjet ose një nga presionet më të mëdha që ndikojnë shumë negativisht nga pikpamja ekologjike të mjedisit të basenit të Vjosës janë shkarkimet e naftës. Siç e thash, ndikojnë direkt në gjallësat dhe ata, domethënë nga studimi i kryer, është konstatuar se në basenin e Vjosës ka rreth 150 puse nafte që shkarkojnë direkt në forma nga më të ndryshme, siç jemi dhe në rastin e sotëm. Por nga pikpamja, përveç sa thash nga pikpamja ekologjike, unë do të thoshe një rëndësi të veçantë ka edhe nga përgjegjshmëria e administratës. Kemi një administratë të bollshme, kemi Agjencinë e Zonave të Mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kemi administratë të zonave të mbrojtura, kemi inspektoriate dhe duke filluar në të gjitha këto, konstatohet që komuniteti, organizatat mjedisore, mediat lokale janë shumë të shqetësuar, janë shumë të interesuar dhe i ndjekin të gjitha këto ndotjet, ndërsa institucionet kryesore që janë funksionale për këtë punë nuk duken gjykundit dhe nuk ndryhin dhe nuk merret asnjë malë. Ky është një tjetër shqetësim nga pikpamja e ndotjes së Vjosës. Kemi të bëjmë edhe me administratën. Administrata e Alpetrolit ka detyrimet e saj që të marrë masa për të po, pra, me qenë se jemi në një ndotje masive dhe që ndotja është me vite të tëra, atëre pikërisht to dy tregues, ndotja fuqishme dhe presioni ose ndikimi është shumë në një periudhë shumë të gjatë, atëre është e parashikuar në kodin penal. Unë kam verifikuar që neli 201 për ndotjet nga çdo lloj të tokës ujrave parashikohet me ndëshkim penal.
aq më tepër për zonat e mbrojtura ku ndëshkimi penal është akoma dhe më i fuqishëm që shkon deri në 8 vjet të burg nga përgjegjësit e kësaj ndotje. Vjosa e shpallur një vit më parë park kombëtar, si lumi i fundit i egër në Evropë përfaqëson një nga pasuritë më të rralla natyrore të kontinentit, por ky status ligjor nuk ka mjaftuar për të penguar ndotjen industriale, e cila po shkatron një ekosistem të tërë. Organizata mjedisore dhe qytetare kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet shtetërore për ndalimin e ndotjes, përgjegjësi ligjore për kompaninë e përfshirë dhe masa të rrepta për të siguruar mbrojtjen reale të vjosës. Në të kundërt, Shqipëria rrezikon jo vetëm humbjen e një thesari natyror, por edhe kredibilitetin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së mjedisit.